Nëse vendos gjykata që duhet qëndroj, atëherë do të qëndroj, do të vazhdoj hetimi dhe pastaj merret dënimi. Pra, çështja e arrestimeve duhet kuptojmë drejt. Çështja e arrestimeve nuk është mungesë e drejtave të njeriu. Arrestimi është e drejta e shtetit dhe e drejta e shoqërisë për të hetuar këtë person i cili akuzohet. Derisa ti vërtetohet akuza, çdo person është pafajshëm. Edhe në këtë rast, secili mund të arrestohet dhe dalë i pafajshëm. Shumë e thjeshtë. Pra gjithë këto gjëra që bëhen, që jo po arreston gazetara ne, për mendimin tim, ai do t'i arrestojë, ai mund të arrestojë edhe tek njeriu më i thjeshtë, deri tek gazetari, deri tek politikani, le t'i arrestojë, kryesore është çfarë do të dënohet ose çfarë do të qëndrojë akuzë, pra akuza që do t'i japi. Nëse një gazetar shpif, patjetër që do të arrestohet vllai. Sepse po shpif. Pra shpifja është krim. Nuk është më liri fjale të shpifësh patjetër. Në këtë rast, domethënë, nëse ti e çon opinionin publik në rrugë gabuar me shpifje, atëherë kjo është krim ndaj opinionit, krim ndaj vetvendit tënd, kupton? Edhe për ta parë në dy këndvështrime tjera, e para mund kemi një përhapje të kësaj vale në gjë situata e tensionuar dhe së dyti tek Mossadi që ne e lam pak më parë. Edhe nëse nuk ka qenë i interesuar për të qenë pas këtij skenari, a mund të tentoj tani ashtu sikur ju e theksoni në shkrim për të përfituar? Do të tentoj, ka tentuar dhe do të tentoj. Më kupton? Mirë, po problemi është se nuk do t'i arrijë. Nuk e arrin dot, sepse Turqia tash domethënë ka një farë formimi tjetër nga ana sigurisë, sidomos Turqia nga 2016 e kthej, le të themi që nuk mund të jem zyrtar, nuk mund të jap një shifër zyrtare, por mund të them që me mendimin tim pak ose për atë, mendoj që të paktën 70% e energjive të Turqisë i ka investuar tek siguria. Kështu që kjo pjesë Turqia është shumë e fuqishme dhe po godet shumë fort në elemente të cilët mund të dëmtojnë Turqinë. Tash çano. Një nga problemet që ka Turqia sot vëllai, për mendimin tim nuk është as armiq nga jashtë, as Izraeli, as Europa, as Greqia, as Amerika, as Armenia. Domethënë këto janë probleme të vogla. Gjitha këto janë probleme të vogla. Problemi është brenda, është në Trumpi, armiku i brendshëm. Vëlla, problemi është te universitetet. Ti do hapitesh që po të them ty që është universiteti, të thosh burr, studentët janë forca, energjia e popullit tani kneje. Kështu do të thosh, edhe unë jam i bindur se kështu më ndodh. Ndryshimi ajo për këtë. Ashtu, po këtu po ndodh që po çedukohen studentët. Këtu studentët po sklavërohen me frymën, pra po ja heqin ndjenjen patriotike nga vetja. Pra ndjenjën atë dashurisë për kombin e vet, për ta mbrojtur këtë vend. Këtu po i çedukojnë këta studentë. Dhe po të shohësh, ka studentë që një pjesë e madhe këtu, nuk mund të them shumica, nuk mund të japi shifrën në fakt, por një pjesë e madhe tyre për shembull sot e shohin që gjithçka perëndimore është kulmi i arritjes dhe nënvlerësojnë çfarë kanë të vetën, çfarë kanë prodhimin e vet, a kupton? Ndërkohë që Turqia është mashallah shumë mirë, por edhe sikur mos jetë, duhet të ekzistojë ajo ndjenja patriotike, atë dashurisë për vendin tim. Këta po formojnë një brez të rinj, i cili është një brez sklav që mendon se çka ka Europa ose çka ka perëndimi, është më e mirë se sa ne çfarë prodhojmë me durët tona. Mirë, por kjo është skllavëri. Dhe pikërisht po them që këtë lloj brezi janë duke edukuar këtu tani. Edhe ky është një problem shumë i madh për Turqinë, sepse brezi do të vinë nesër, brezi i intelektualëve që do të vinë nesër, çu do të dalin? Çfarë produkti do kemi? Do kemi një produkt njerëzish të cilët shkojnë thonë që leve peshe i thonë Europës. E kujt pa, kësaj Europe që ne kemi që sot domethënë po gjunizohet që s'ka moral, apo asaj Amerike e cila s'ka moral, domethënë edhe po vret, domethënë po bën viktima të mëdha me armët e saj, po vriten njerëz pafajshëm në Gaza. Këta kanë këta drejt ose të merren shembull këta njerëz ose këto shtete? Sigurisht nuk mund të merren këtë shembull. Mirë, po ideja është këtu po i edukojnë disa në shumë raste po i edukojnë studentët me këtë lloj fryme. Dhe ky është rrezik i madh për një të ardhme tjetër, sepse nëse do të shohësh të ardhmen e kombit të afërt të një kombi, shikoj rinin atij kombi. E nëse rinia atij kombit po prishet, atëherë mirë për atë komb për mas një periudhë shumë të vogël, shumë të afërt.
dalin te Mossadi, mos të se e di që ke shef këtë temën e çfarë bën Mossadi. Në fakt, Mossadi është duke u përpjek me gjitha masat që ta nxjerrë këtë çështje nga kontrolli i shtetit. Shteti ka kapur çështjen, e kanë kontroll shumë mirë, por Mossadi po mundohet ta nxjerrë këtë çështje nga kontrolli, duke provokuar, duke dhënë provokime ndryshme. Për shembull, duke goditur policinë me acid. Domethënë, imagjinoj që ti sulmosh policinë në mënyrë që ata të irritohen, të inatosen, edhe fillojnë masivisht pasaj goditjet, rrahjet e ndoshta edhe vrasjet, ato ashtu e duan, kupton, pra ashtu Mossadi të don që këtu të ketë një gjakderdhje, kupton. Ka një filtrim pra për të kallzuar ka patur, por edhe ata janë kontroll. Ktu në Turqi janë kontroll. Plus sa po provokon për shembull në anën në Siri, për shembull po provokon Turqinë në Siri, para 2 ditësh ka goditur atë bazën të cilën Siria ja ka dhënë Turqisë, dhe këto e dinë që nuk kanë mundësi t'i bëjnë gjë Turqisë, nëse Turqia merr atë vend që do ta marrë Turqia, këta e dinë që s'kan çfarë t'i bëjnë më Turqisë aty. Edhe për këtë arsye, ata e kanë goditur para se sa të vi Turqia aty. Pra mos i kanë marrë vesh kjo do të jetë për Turqinë, ka shkuar kanë godit aeroportin e Tadmur, që është në Palmira, e kanë godit në mënyrë që Turqia të lodhet derisa ta përgatisit domosdoshmë vendin. E tjera me radhë.